الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا الأفضليمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرق محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës të kësaj ligjëratave këshilla nga urtakët. Dhe jemi në këshillën e radhës të Aliut radhiyallahu an, e cila këshill na flet rreth disa rregullave gjatë përzierjes me njerëz. Allahu Azza wa Jalla ka krijuar insanin, njeriu, si krijesë sociale e shoqërueshme. Andaj njeriu ka nevojë për shoqëri, ka nevojë për me u përzi me njerëz, me u njoh me ta, dhe normalisht me gjallëmos bashku me ta. Aliu radhiyallahu anhu ka thënë: "Khalithun nasa بألسنتكم وأجسادكم وزيلوهم بقلوبكم وأعمالكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة ما من أحب." فعلي رضي الله عنه përziuni me njerëzit dhe përziuni me ta me trupat e juaj dhe me gjuhët tuaja. Mirë po, rrini larg tyre me zemrat dhe me veprat e juaja. Nga se njeriu pra ka përfitim, apo i takon ato që e vjen, dhe ditën e gjykimit njeriu do të jetë me atë që e don. Para kësaj fjale Ali radhiyallahu anhu e jep një shembull dhe thotë: "Bëhuni sikurse bleta që shpendet e tjerë nga lart kur e shikojnë bletën e nënvlerësojnë dhe se marrin parasysh, nga sa ata nuk e dinë se bleta ka një margaritar të shmuar me veti. Ani pse shumë e vogël, ai margaritar, ai bereqet është mjalti nga i cili përfitojnë njerëzit në përgjithësi." Kjo fjalë Aliut radhiyallahu anhu jep me kuptu që nga natyrshmëria e insanit është që mu përzi me njerëz. Dhe nuk është cilësia e muslimanit devotshëm me u distancu tërësisht nga njerëzit. Mos me u taku me ta, mos me u përzi me ta. Nga se, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam: "El muslimu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum ahabbu ila Allahi min al-muslimi alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru adahum." Fa pejgamberi alayhi salatu selam: muslimani mirë është ai i cili përzihet me njerëzit edhe bën sabër në ngasmimet e tyre, nga dëmet e tyre, nga fjalët e tyre. Pra vetë se dikush e ka thonë një fjalë, ai izolohet. Vetë se dikush ja ka bu një gabim, një të keqe, ai izolohet për njerëzve. Nëse dikush të ka folë, të ka rëndu me fjalë, nëse dikush të ka bu dam me vepër, nuk kanë këtë faj njerëzit. Dhe kjo praktikohet edhe jetën e përditshme, si në për shkolla, në për komuna, në për xhamia, në për katun, në për qytet. Tash mal pa uk nuk ka. Tash pse njëri ka qelluar keq, ka rëndu me fjalë, edhe të ka gabuar një vepër të keqe, me thonë që njerëzit ju mprish, ata s'bojnë hiç, ma më i po rish me temë, që me gruan temë, ma më i po izolona, s'po pi kafe me ta. S'bon kështu. Nga se pejgamberi ka thonë është më mirë mu përzi me njerëzit edhe me bo sabër ndaj gabimeve të medave dhe fjalëve të tyre që ata të thonë tyje. Thotë dhe kjo është më dashur për Allahun se sa mu izolu edhe mos me nejt me njerëz, edhe me thonë që s'porri me ta, se s'po muj me bo sabër, s'upiduroj nga smimet, provokimet, fjalë edhe vepra që ata i bojnë ndaj meje. Edhe pejgamberi alayhi salatu selam na ka treguar që muslimani i dashur te Zoti është ai i cili bën sabër, e din që njerëzit janë ngasmimtarë, e din që njerëzit gabojnë. Mirë po bën sabër se Islami është fe ekuilibruese. Islami nuk e izolon njeriu nga shoqëria.
Mirë po as nuk e lejon me u përzi sa vakësha me njerëz. Andaj përzine me njerëz, na dim që është e domosdoshme jetën shoqërore. Pra, ka nevojë dikush me përzi me njerëz, se njerëzit që ta njerëz që ke pi kafe me ta, që ta njerëz që ju përzi me ta, kur smuhesh vizitojnë, kur ki nevojë të ndihmojnë, kur të kush nevojë për përkraje të përkrahin. Mirë po normalisht Islami ka vendosur rregulla të qarta që me rastin e përzierjes me njerëz, këto rregulla më na mundson neve me rujt, pra moralin, dinjitetin, besimin, edhe me pas ekuilibër, edhe harmoni në shoqërim me njerëzit. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar që gjithashtu edhe kjo fjalë e Aliut, njeri duhet me lonë një derë qelë me njerëzit. Ku më di sa me të bëhet dikush keq, mos i shkëput raportet 100% me këto. Ani pse është i keq, maje një derë qelë. Aliu radiallahu anhu e kam pyet njerëzit, a bën me vetë diçka? I ka thonë po, kryetari i muslimanëve, imami i xhamatit. Qysh është e mundshme me thotë që ti thotë i ki punë mirë me njerëzit. Thotë unë thotë me ta e kom një pe. Si ta shtrengojnë ata, unë e lëshoj pak. Si të ma lëshojnë penin, unë e filloj me e shtrengu. Çka i bjen këto? Me qenë mesatar. As mos mu përgjithë shumë, me tepru, me hupa autoritetin, edhe vas mos mi paksu ndejat, apo mos me u përzi fare heq. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përzi edhe me njerëz jo musliman, ka bua tregti me ta. Ka jetu në mesin e tyre, kujshin e ka pasur musliman. Transmetohet se Uqba ibn Muayqil, kur i kanë bërë zullum pejgamberit Mekë, edhe kanë përzon pi Taifit. Tash i largu pi vendin ton, edhe paramenon vendin që ke shku për përze. Tash ç'është më kthej në vendin ton kur ja ke kthy shpinën. Ki dal pi aty. Edhe Uqba ibn Muayqil ka qenë jo musliman, edhe ka vdek. I ka thonë pejgamberit sallam, unë ta jap besëm, unë të jap garanci ty që kur kus guzon me të prek, hin Mekë shlirë. Edhe pejgamberi sallam ka hin Mekë në besimin e Uqba ibn Muayqil. Pse kjo musliman e ka mbrojt pejgamberin? E ka mbrojt që e ka di që pejgamberi nuk është sharlatan, shantazues, por është njeri drejt. Edhe sa ka qenë mbrojtjen e këtij njeri, këtij jo muslimani, kur kush ka guxuar me e prek pejgamberin. Hajt dikur ma vonë, 20 vjetë apo më sa kanë kalu, kanë ndodhur lufta e Bedrit. Edhe kanë fitu musliman, edhe kanë zonë rob nga jo mesi jo muslimanëve. Kur u bitis lufta, fitu musliman, pejgamberi sa më thani fjalë të mëdha. Tha mu paskun gjallë Uqba ibn Muayqil, edhe me pasar me ndërmjetësu, thot, i kisha lishu për hatër ti krejt rob jo musliman. Sa ja ka pas derdhin. Të ndëruar xhamat, nuk do me thonë që i ul me një njeri të pa fe, në karrik, në tavolin, edhe je si ai. Nuk do me thonë që i ul me një njeri të keq edhe je i keq. Sidomos tash që jemi të jetu shtet huj, ai joni është, po ka mbet në mesin e tyre, në sundimin e tyre, edhe tash skiqare, ullu me ato, ullu me këto, besjet për firmën, besjet për biznisin, besjet për këto, skiqara pa ull me to. Deshte apo s'deshte, rrëthanat në kanë për u punë. Mirë, po kjo nuk do thot që je si ai. Nuk do thot që vëllau jonë që është ull me të në tavolin është si ai. Mos me ndu me në nofë ka etiketime. Ka njerë njëre duhet më ull tavolin me dikon që s'bon hiq. Pse? Me ja zvoglu shirrin, të keqen. E din që është njëri që ragji, po ja ka hatrin, për shembull, hoqës apo tjetët apo tjetërit. E ata është dukush me pa hoqëm ato të obligë, qërëm ato të kiko ka hula, edhe ti pas karo hisja, ka nërë duhet me mshelë sytë. Mja ndalë dreshnijit dikuj, duhet me ullë një 5 minuta, mja bo qefin. Me pi një kafe me tani, pëse kafe mundët me qene jetë. Gjithashtu edhe mesin e familjarëve. Ka keq kuptime, ka përlarje, mos marrëveshje. Normale është njerëzimi, sprovjemi për një tjetrin. Mirë po ka njerë dikush është ma i keq në përlarje. Dikush është ma shërragji. Për mos me lonë familje mu shkatru kejt, mi shkput raportet, mos me hija as deka as darsëm, edhe pse ajo është 100% fajtor, dush me po sabër me ullë ta uli me to.
Pse më ul? Ai sa më jeton ish me nejt me ty. Po më azvoglu sherrën, edhe më azvoglu domin se më u prish më shumë bon sherr, edhe më shumë bon dam. Të dua xhamat. Ndeja me njerëz, ulja me ta me pi kafe, është 3 lloje. Lloji i parë është ti përfiton pi njerëzve edhe ata përfitojnë pi tyje. Arri me ta ka hajër. Ti jam mëson një mesele fetare, ai ta mëson një mesele çush me urujt pi shirët njerëzve. Se ti s'jeton ai shumë me njerëz, ai njeh njerëzit. Ti jam mëson një dituri, ai ta mëson një dituri. Pra interesi është i shëndosh, ndërcjell, pozitiv. Me këta njerëz duhet më shpeshtu ndejet. Kategoria e dytë e njerëzve është, do thot, ti u kallzon të mira, ama ata zguxojnë mezhlisin ton me kallzu të këqija. Në atë moment që e lën hoxha, shoshnin, xhamatin që pi kafe me ta, me kallzu pallavra, me kallzu senet këqija fillishta, e ka ulë autoritetin. Pra ja bon me dije, unë arri me ju, ama si ju s'jom. Edhe nuk guxonin mezhlisin tem me bot gjërat këqija dhe me fol punë këqija. Pra ata përfitojnë për tyre të mira, ti nuk pranon me përfitu këqija për tyre. E treta është, do thot, ti nuk je i mbrojtur nga shirri i tyre. Edhe normalisht, këtu pastaj këshiri situata e insanit. Sa je përgatit me iman, sa njeh natyrën e njerëzve, sa i njeh drejtësinë e njerëzve. Nëse ta marr meja që ki mundësi me nejt dhe me ishtjeta, me marrë gjëra pozitive prej teja re, me masë saktume. Mirë, por nëse s'ta marrë meja, ma mirë është mos me nejkeq. Se s'ki nevojë mu bo qiri, di dikujt, me djek vetën edhe me bo drit dikujt. Pra muslimani është qelë, është i meqëm dhe din me i balansu, do thot, gjërat. Gjithashtu, dikush për njerëzve nuk din edhe nuk ka shumë zotësi. Për shembull edhe hoxha për i drejtorëve, ka për hoxhallore që është i drejt për drejt. Ka hoxh nuk ka dije po di me ta shit. Ka hoxh është politikan, në atë kuptim e fjalës politikan në sjellje me njerëzit, ju duket njerëzve që kjo është më i miri apo rraf shkejt. Për të arsye kanë thonë, edhe Abdullah ibn Omeri ka thonë gjali Omerit, më i mirë ka qenë Muavija në politikë raport me njerëzit se sa babaja Omeri. Se Omeri ka pas një farfor me qehre, ka pas karakter të fortë, s'ka guxu gjithë kusht e Omeri me qitë fjallë, çka s'duhet. S'ka guxu gjithë kusht e Omeri me alujt penin. A Muavija ka qenë më i butë, ka toleru. Andaj e kanë gjyku se ka qenë politike raport me njerëzit më i mirë sa me tjera. Edhe jetën e dëbe përdishme na e vlerësojmë dhe e shohmi. Filoni s'ka pas dije hisht, ndoshta as kualifikim, po poshtë nalt, ka ditë, e ka kuptu dhe e ka ble botën njerëzore. Ka ditë njerëz ka polipin qa që ka vonë. Si ju ka vonë ma shumë se ju po ndam. A dhe zorë është me marrë këtë balancim, por normalisht nuk duhet më buhet si disa njerëz, që kanë era dukush dhe gjallar me bjen këtë gradë, Allah në rujt, nga ignoranca ose nga frika, mos me up xhamatin, kesh me ato, kesh me këto bardh, me ato bardh, ka të këfrya era, e këta në ndenën gjallë shmajt, ja zbon kështu. Valla ki xhamat ka pozin xhami, kjo qetëri kështu, inshallah dhe kryetar shteti buhet, drejtor buhet, ama kuro kesh. Nuk shkelën parimet fetare për atur kërkujt. Baba, nana ka vendin e vetë, ama ku gjen puna me shkel një çështje fetare, i thojmë gabim është. S'ka me bo rafsh, në punë që si ka bo rafsh, Allahu azza wa jall. Gjithashtu, muslimani, sidomos kohën tonë, da imi të e pa që u bo problem, do thot me u përzi shumë me njerës, për shkak se besoni apo jo dhe pse kom pak vjetë, 36 vjetë gati, kur i kom pas 15 vjetë më kujtohet muhe, që njerës i pa të mbu 40, 45 vjetë, 50 mu ka ndok ma të pjekt. Mu ka ndok njerës nështë s'kam pas shkollë, po ma burra ju në kunë, kanë ditë me majtë fjallën, kanë ditë me rujtë unitetin. Për para një plak, 60 vjetë, ka lëqu mushteqe, ka lëqu mjekër,
ka ditë fjala ati me pas pesh, vlerë. Ka thonë plaki, gjithë shpi i ka mahalla, që ashtu jetë meselja. Sot s'ka mu. Shpiton dhe nuk shkon fjala sot. Sot shpiton dhe nuk merët vendimi që ka thu ti. E po me gjithat, zonë me hup shpresët. Ka hajrë, ka njerës të mirë, edhe ka mirësi në shoqërinë tonë. Na duhet me praktiku atë çka Zoti Xhelavala e ka kërku prej neve. Do thotë dhe ka tregu që inna khalaqnakum min dhakrin wa untha. Ne ju kemi krijuar njerëz nga një mashkull dhe femër. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ju kemi bërë popull dhe fisë të ndarë që me u përzi me një tjetrin. Cili është qëllimi i përzitjes? Me njoh një tjetrin. Edhe ma bashkë me thumë, inna akramakum indallahi atqakum, inna Allahu alimun khabir. Ndërsa më i miri prej atyre që përzihen me njerëz është ai i cili tutet më shumë te Allahu Azza wa Jall, ai i cili ruhet nga gjunohet. Allahu është i gjithdijshëm, edhe din çdo gjë subhanahu wa taala. E para prej rregullave të përzitjes me njerëz është patjetër me pas mirësjellje, edhe me pas, do thot, me qenë gojë omull. Islami të ndëruar vëllezër kërkon prej neve që të jemi në fjalor dhe komunikim dobishëm edhe të pastër. Wa qulu lin-nasi husna. Thuaj robët mi që të folin njerëzve fjalë të mira. E fjala e mirë është këshilla e mirë. Për mësimi i tmerrës, për mësimi i gabimit. Gjithashtu pejgamberi sa më ka thonë, muslimani nuk është sharrës, nuk është mallkues, as nuk është fjalpist. Mund të shmanejt me njerëz, mirë po jo me mallku. Mirë po jo me shajt. Jo me qenë njëri, do thot, fjalë keq. Pejgamberi ka qenë në gjendje më kritike të ndrua vëllezër. Në një prej luftërave është Gjaku sallallahu alaihi wasallam. Edhe një i sahabive kur e ka pa që pejgamberi po i rrjedh nga goja gjak, është ndi keq. I ka thonë ja Rasulullah, mallkoj këta, bën doa ti shfarose Zoti. Çka tha pejgamberi sa, me pas bo doa ju kish bo kabull. Edhe Zoti pashallah ja kish fshirë asatin atë popullin. Po i ka çu dur dhe ka thonë nuk ju më dërgu mallkus. Allahu akbar, Allahu akbar. Nuk ju më dërgu me sha me ofendu, ju më dërgu mëshirë për njerëzit. Të nua xhamat ka përsy një jahudi. Pejgamberi ka pas zakon me marrë grunë vet Aishën për dorë, e re beqaresh, kur martu sefte, edhe me hec. Me shëtit me grujën. Edhe ka përsy një jahudi. Edhe ka thonën assalamu alejke ja Muhammed. Vdekja qohë mbi ty o Muhammed. Pa në shfar fjale bi thotë jahudia, kushi. Aisha s'po prit gruja. Thotë popullia që ti s'klopkon. Qëka i tha Aisha? Vdekja, mallkimi Allahu qohë mbi juve o jahudi. Pejgamberi sa i tha Aisha, o ja Aisha, më butësi, pse po ngutësh? Pse po mallkon? Tha ja Rasulullah, a nuk e nditja çka thaja? Ta dëshiroj vdekjen edhe të thirin në emër, nuk tha pejgamber. Pejgamberi tha me butësi, po unë çka i thash? Wa aleikum, edhe juve, kaç? Shaka unë me ron nivel të ati. Shaka unë nevoj me shah, me mallkuaj, ta bujet vetën. Si cili e kallzon karakterin e vet, moralin e vet. Ai më ka shahën, të vazhdoj, unë se boj këto, s'jam munasin. Edhe tha, o Aisha, Allah i shka jep suksesin dhe bereqetin, butësi nuk e jep në vrasësi. Andaj ai ka qenë jahudi, ka qenë një musliman edhe i ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na sot vetëm në për çështje politike mundemi me pas ngacmime nga të hujt. Mirë po me pas çka bojmë me një tjetrin edhe të huj çuditën me neve. Ngone pejgamberi të ndëruar xhamat nuk ka bova ki me ka përsy një musliman, mos e keq kuptoni shkurta biç. Një musliman që ka pas problem me ecje, një musliman që ka qenë qarë Allah ju nderoft, nuk ka bova ki dukush me ofendu edhe me këshyr me sy tjetër ose me baj garë. Në kohën tonë e kundër të ndodhë. Ndodhë që edhe fëmijët tanë mësohen për prindërve duke i bollizu shokët e klasës bankës. Apet e njëti duksa, për të arsye, që shkolla ka bo kot etik dveshjes,
Edhe një farë gjithë janë barabartë në dukjen e veshje. E kanë duksin e njëjtë djemt, duksin e njëjtë vajzat, ngjyra ndryshon. Pse? Edhe ai që s'ka me vesh, si ki që e ka në bankë, që ka setër 50 euro, edhe ai me ndi një falloj barazije, një falloj qetësie në zemër. Edhe nëse s'ka vesh diçka tre mrenda, e mlon me çat duks. Edhe kjo është kod etik edukativ. Për të arsye mësoja vllatit ton që që je pasanik, o vllai nderuar. Mësoja mbjellën kokë, thuj dush me respektu rregullat e shkollës. Dush me respektu shokun dhe shoqin e bankës, edhe kur mos e ndit në çmund vetën vajza ime, djali jam, pse e ki vesh këtë duks për shembull 15 euro. O babun e mësu me vesh duks 100 euro, 50 euro, 70 euro, kjo është nënçmim për mua. So është nënçmim. Duksi i shkollës du të me qenë krenari. Du të me ndi qika vetën krenare, respekt, kur kalon nudh, kur hyp në autobus, që jam të bajt një uniform që në atë vend servohet edhe mësohet dija. Se dija është dritë, është qishte e bekume. Andaj nëse kështu i edukojmë fëmijët tanë, kemi më pas bereqet me lejnë Allahut azza wa xal, po nëse fëmia nuk është mësuar me respektu kodin e tij në shtëpi, pastaj e ka problem rrugë, e ka problem bank shkollës, e ka problem nesër ku ti jam punë apo ku të martohet Allahu na ruaj. Edhe Zotin e madh që Allahu na mundsoj me u përzi me njerëzit as sa është e dobishme për neve. Nëse rrezikohet morali jon, feja jon, atëre kanë është me mirë me bëni distancim të përkohshëm derisa vetësohet shoshnia apo ata me ta cilët ti rrin me ta. Për ta syë tha Aliu radhiyallahu anh, ti mujtosh me njerëzit, me fol me ta edhe me trup, mirë po veprat e tua, zemra jote me qenë shumë lart tyre apo fjalë apo veprat e tyre. Zoti dhe mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.